Në forma të ndryshme po shihet ajo që ka ndodhur në Zvërnec, por askush nuk po jep një version të palëve me gjakftotësi të konfliktit. Çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, cilat janë arsyet, rrethanat që kanë çuar, deri te argumentet që menjëherë sapo dalin lajmet për terapitë hormonale. Njerëz të saktuar, disa nga emigracioni, të tjerë ambientalistë, të tjerë individ që nuk e dinin as ku binte zona ku do të ndërtohej, disa shoqata, kryesisht individ të Sorosit, por dhe politikanë siç është rasti i Arlind Qorit, zbarkuan në Zvërnec dhe krijuan një përplasje. Palët e përfshira. Le të marrim me radhë cilat janë palët e përfshira dhe të shohim çfarë ka ndodhur vërtet për te mashtrimeve në rrjetet sociale apo debateve politike. Së pari është privati, investitori, një investitor strategjik ku janë përfshirë në këtë projekt dhe Jared Kushner dhe ndër presidentit amerikan Donald Trump. Në Shqipëri ka qenë dhe Ivanka Trump me një grup nga arkitektët më të mirë në botë. Është Kastrati Group dhe disa investitorë të tjerë. Kanë dhënë një projekt në zhvillim ende të pamiratuar, kanë blerë toka private dhe duan të bëjnë një investim dhe kjo është pala e parë. Për projekti kanë dalë disa foto kryesisht me inteligjencë artificiale. Shumica gënjeshtra pasi nuk ka një projekt përfundimtar. Pa folur më tej për teoritë idiote konspirative se po vinin hebrejt, ndërkohë investitorët janë nga Katari. Pala e dytë është qeveria. Qeveria ka dhënë lejen. Ka dhënë leje të parë për ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për investimin. Kryeministri Rama u përpoq të sqaronte gjithçka duke adresuar problematikën dhe të fshinjët pa folur për faktin se ende s'ka një projekt të miratuar dhe deri te sallata që ngrihet në rrjetet sociale nga populistë dhe neomarksist. Pala e tretë është opozita. Partia Demokratike mbajti një qendrim pro-investitorëve të huaj, por kërkoi transparencë. Zëra të rëndësishëm të saj, si ish nën kryetari Edmond Spaho, Haxhi Qamilët nuk mund të marrin peng turizmin në Shqipëri. Pala e katërt është policia private. Ajo që në momentin që vendoset gardhi duhet të bëjë sigurinë e pronës private. Kjo ndezi dhe zjarrin për shkak të dënimit të një qytetari, i cili në fakt nuk ishte as ambientalist, as pretendues prone, emigrant në Greqi, nipi një kleriku hajdut aty vërdall që nxiti një konflikt për xhepin e tij. Policia private e mori faturën, kostoja ra dhe mbi policinë e shtetit që bënte se hir dhënuesit, pasoja dien, zinxhiri komanduesi policisë në Vlorë u shkarkua, që ishin brenda një prone të blerë me dokumente ligjore e regjistruar në hipotekë, ku viktima dhe të tjerë përpara se të ndodhte dhunimi, shajnë gjuajnë me gur policët privat. Pala e pesë janë banorët e Zvërnecit. Banorët, të cilët shpesh për hir të së vërtetës, kanë bërë takim dhe me investitorin, të cilët u kanë kërkuar banorëve të u japin pretendimet, një dokument mbi ç'baz pretendojnë në këtë pronë, cilat janë vendimet e gjykatave ose ndonjë çështje gjyqësore në proces. Nuk ka asnjë çështje gjyqësore në proces. Nuk ka asnjë pretendim prone. Pronat janë të regjistruara, por banorët thonë, meqenëse nëse ne jetojmë këtu dhe kjo ka qenë zonë mbrojtur, na takon të kemi dhe ne pjesë. Në fakt ajo nuk është një zonë mbrojtur sipas pretendimit, pasi vetë ato zona kanë disa nivele të mirë përcaktuara nga BE-ja, ajo është një zonë që mund të zhvillohet. Pra siç i takon çdo shqiptari në çdo cep të Shqipërisë, nëse shkon ndonjë investitor. Qëndrimi i disa banorëve apo emigrantëve të kthyer me pagesë nga Greqia duket më shumë gjobvënie, apo thjesht varianti kapsh-kapësh se erdhën disa njerëz me para. Te banorët ka dhe disa problematika që janë pala e 5. Pala e 6 të paguarit. Individ të paguar që kanë shkuar në këtë protestë janë të ardhur nga Greqia, por dhe të tjerë të paguar. Ambientalistë që sapo kanë një zhvillim, shkojnë aty përpara që të marrin zarfin. Bëjnë protestë për Grykder dhe Nevjosës, kur aty s'do të ketë ndërtim. Flasin për Pelikan me Kaçurrela dhe Kokëtas, por harrojnë të thonë se kjo nuk është ajo zona. Shkojnë OJF të Sorosit të paguar nga zyrat e Serbisë, disa vlonjat që pretendojnë se janë bërë greke duhet të mbrojnë tokën e tyre në Shqipëri. Në fakt në Zvërnec ka pasur aq grek se ka pasur shqiptar në hën. Kjo e dyta është më e mundur. Pyka se nuk është palë që është Arlind Qori, i cili duke parë lojën politike të Agron Shehajt që bëri në rjoll, u vërsul me variantin të Green Biznesin dhe zhvillimin e Shqipërisë, të sjellin marksizëm-leninizmin. Shehaj është publikisht një armik i biznesit Bashkim Ulaj, që nga denoncimi i çështjes së Unazës ku në atë kohë njerëz të afërt të Lulzim Bashës shkuan dhe i vunë gjom Bashkim Ulaj. Më pas biznesmeni refuzoi dhe erdhi denoncimi publik ke Agron Shehajt. Por Arlindi ka sy, shikon dhe mëson. Tashmë në Zvërnec kemi Arlind Qorin, një komunist rosian që shkon dhe proteston, kuptohet për kredo politike, shërben dhe si mercenari Arjon Veliaj. Mjafton të shikosh rrjetet sociale, e janë te partia ime, bërtet. Për Zvërnecin i digjet Xhani Qorit, jo as pak. Do vota, gjen hapësira dhe me teza populiste kërkon të manipuloj sa të mundet. Kur palët s'din çfarë kërkojnë. Pastaj po të shikosh disa nga palët, ka dhe gjëra shesharake. Banorët që pretendojnë se le të zhvillohet zona, po të marrim dhe ne ndonjë llokmë, dhe Arlind Qori që u vete në mbështetje i cili në fakt kërkon të marrë disa vota. Atje bashkë me ta shkojnë dhe ambientalistët që thonë se zona nuk duhet të zhvillohet. Tani kush e zgjidh këtë nyj? Banorët që thonë duam dhe ne pjesën tonë, le të ndërtohet po na jepni neve pjesë. Ambientalistët që thonë s'duhet të dëmtohet se kemi hallin e Pelikanit, Kaçurrela apo Qeros.
Tani këto palë, pra banor, ambientalist, mercenar të paguar, Pyka Arlin Qori, të gjithë bashkë ishin më pak se 30 veta. Krijuan një konflikt me policinë private, këta dhënuan një protestues që vinte nga imigracioni dhe policia bëri se hir. Tashmë është e qartë, dhe po të mos ishte dhënuar ai protestues, çudi që këto ndodhin shpesh aty ku shkon Arlin Qori dhe çeta e tij neomarksiste, do të kishte një tjetër incident me telefona që filmonin gjithçka, por nuk tregojnë gurët dhe sharjet e protestuesve. Pasi ndodhi incidenti, lajmi mori dhënë më parë në Greqi dhe më pas në rrjetet sociale të Qorit dhe atyre që prej ditësh kishin ngritur propagandë mashtruese me lloj-lloj teorish konspirative dhe teza nga ato që kanë urish shqiptarët plot halle. Nga të gjitha këto palë të përfshira, lind pyetja kush, çfarë fitoi? Investitorët asgjë, qeveria kosto dhe protesta, banorët asgjë, policia private pa licencë, policia e shtetit pati fortunë. Media greke shpall menjëherë qëndrimin e saj për një të dhënuar që e shpalli grek, i cili në fakt është nipi një kleriku aty afër që fshihet pas dhunës së sulmeve të banorëve. Ky fitoi famë. Kleriku kërkon pazarin që nuk i është dhënë. Resortet e mëdha në Greqi, Maltëzi, pse jo në Itali, do e shohin si konkurrencë investimin, fërkojnë barkun. Arlin Qori mbledh protestë e shton votat. Disa ambientalistë e shoqata justifikojnë fondet nga Sorosi dhe BE-ja, dhe pse s'kanë qenë hiç në zërnet. Mercenarët e huaj. Për të mos folur pastaj për mercenarët e huaj, agjensitë si mund të vinë me keqdashësi nga rajone, që nga Greqia, nga Turqia, nga Serbia, atje ku ndodhet dhe zyra e Sorosit për rajonin. Pasi projekte të tilla miliarda euro nuk janë thjesht dhe vetëm dëshira e një biznesmeni, investitori dhe një kryeministri, por kur bëhen, krijojnë xhelozi, krijojnë intriga dhe përpaskena politike për të goditur jo vetëm investitorin, por për të goditur investimin, zhvillimin e zonës, turizmin. Pasi aeroporti Vlorës dhe zhvillimi i zonave përreth Vlorës do të jepte një bum tjetër të madh turistik Shqipërisë, që në fakt mund të mos e duan dhe biznesmen brenda vendit. Përfundimi, ambientalistët protestojnë për pelikanin me apo pa kaçurela, disa s'kan qenë kurrë aty e kanë parë në foto. Këta nuk duan të ndërtohet asgjë. Banorët thonë të ndërtohet, por ne duam llokmën ton. Media greke bobo na u dhënua mercenare që shkojnë në Zvërnec. Arlin Qori, poshtë kapitalizmi do ta zhvillojmë Shqipërinë me këneta e moçale. E gjitha lindi nga paaftësia e një policie private që po shfrytëzohet nga gjobvënës. Jo vetëm ambientalist, mercenar me pagesë, shfrytëzohet nga media, konkurrenca dhe zhvillimet politike në Greqi, po shfrytëzohet nga propaganda dhe njerëzit e Sorosit, po shfrytëzohet nga neokomunist, pseudopatriot, të cilët thonë se Shqipëria bëhet duke mos u zhvilluar. Jo, Shqipëria nuk bëhet duke mos u zhvilluar. Shqipëria bëhet duke u zhvilluar.